ka dhe një intervistë para se të shkosh dhe të udhtosh drejt përtej Atlantikut, por ka gabime në këtë lloj interviste dhe ka pyetje provokative, le të themi, nga ana e atij që interviston qytetarët? Dhe si duhet t'i shmangemi, si duhet t'i bëjmë bisht, më thonjë sa. Ka shumë gabime, sidomos tek vizat turistike amerikane ka shumë gabime që aplikuesit i bëjnë. Gabimet më të shpeshta zakonisht janë formulari në aplikimit, por po ashtu është cikletshme ashtu edhe intervista. Intervista është e shkurtë, nuk ka shumë e gjatë, por gjatë atij minutazhit vogël shumë persona bëjnë gabime tipi që kanë emocione gjaja, por domethënë është natyrshme që të kesh emocione, por emocionet zakonisht gjallin dyshime tek oficerët, edhe mund t'i bëjnë ata oficerët që bëjnë intervistën, mund t'i bëjnë që me kriju një dyshim lidhje me një person që ndoshta vizën e don vetëm për turizëm, nuk ka as edhe një qëllim tjetër, por krijohen dyshime lidhje me të dhe refuzohet ndoshta edhe kot. Gabimet tjera tek intervistat mund të jenë për shembull kthimi i përgjigjeve. Përgjigjet janë jo bindse, ndoshta mund t'i plotësojnë të gjitha kriteret, kanë punë, kanë familje, kanë shkollë, gjëra për t'u kthyer në vendin e tyre, por e këtë shkuptojnë intervistën dhe zakonisht nuk është se i shprehin këto arsye të forta që mund të kenë ata për t'u kthyer në vendin e tyre, dhe zakonisht përgjigjen shumë shkurt, për shembull përgjigje tipit po, jo, për qef, edhe nuk është se argumentojnë domethënë përgjigjen e tyre, në mënyrë që mi tregu këto lidhje të forta që mund të kenë me vendin e tyre.